Mirëmbrëma zoti Shehu, faleminderit për këto minuta. Patëm një zhvendosje për shkak të zhvillimeve të drejtë për drejta nga Kosova. Sa vlerë kanë përkatësisht deklarata që vjen ato i Shqipëria dhe rezoluta e Kosovës për të garantuar ose për të sensibilizuar gjykatën për një proces të drejtë ndaj ish-krerëve të UÇK-s? Mirëmbrëma një, së pari, së dyti, së pari një ka vlerë morale, ka vlerë etike, ka vlerë konfirmimit të vërtetës, ka vlerë marrje pozicionesh, ka vlerë dënimet, krimeve të genocidit, krime kundër njerëzimit të kryera ndaj popullit të Kosovës, të shpërngulje të mëdha të popullsisë, të përzënies të popullsisë, ka vlerë sepse realisht nuk mund të rinte pa u shprehur Parlamenti shqiptar, i cili vonoi shumë në shprehjet e tij. Ka disa vite që ne kërkojmë një rezolutë të tillë, një deklaratë të tillë, gjë e cila u arrit më në fund, sepse dhe situata e tillë evoluon në mënyrë tillë që duk qartësisht e dukshme dhe lezueshme domosdoshmëria e marrjes së një pozicioni. A ka vlerë reale mbi gjykatën? Unë nuk mund ta them. Që ka vlerë deklamative, ka vlerë mbështetje, ka vlerë pozicionimi, kjo është e sigurt. Padyshim, hapat e tjera, si që thuan dhe në deklaratën sotme, ku kërkohet që qeveria shqiptare të asistojë të bashkëpunojë me qeverinë e Kosovës për paraqitjen e këtyre problemeve, për denoncimin e genocidit serb në Kosovë pranë organizmeve ndërkombëtare, ka vlerë. Sepse Kosova vetë nuk mund ta bëjë një gjë të tillë, për shkak se nuk është anëtare e OKB-s dhe nuk mund në këtë mënyrë të ngrejë padinë në gjykatën ndërkombëtare. Por me asistuar nga Shqipëria, padyshim që mund ta bëjë. Unë mendoj që është një moment i rëndësishëm moral, është një moment i rëndësishëm qëndrimi në anën e vërtetës. Është një moment i rëndësishëm marrjes pozicioni ndaj një procesi formuar si po bëhet kundër liderëve të UÇK-s për të njëllosur luftën e UÇK-s. Dhe duke njëllosur luftën e UÇK-s, njëlloset dhe NATO-ja vetë, e cila ka qenë në krah të UÇK-s, kanë luftuar së bashku dhe arritën të shpëtojnë, të shtirojnë jo vetëm Kosovën, po të japin mesazh të qartë kundër të gjithë atyre që guxojnë të ushtrojnë genocid, të rrezojnë krime kundër njerëzimit, të grojnë të godasin popullsinë. Dhe në këtë mënyrë, padyshim, ai luftë ka elemente shumë të rëndësishëm, jo vetëm thjesht që çojnë në pavarësinë e Kosovës, por që krijojë një premisa të dukshme të qarta për stabilitetin e rajonit, gjë që duhet mbrojtur me çdo kusht. Sa mëkatare ka qenë politika në Tiranë dhe në Prishtinë, ku për arsye të sulmeve ose deklaratave politike, hera herës është marrë dhe me individ që në atë kohë kanë qenë në krye të ushtrisë qeveritare të Kosovës, duke në një farë mënyrë i akuzuar edhe për se çfarë kanë bërë në atë kohë. Për shembull, pavarësisht mbështetjes që ka tani, kujtoj që marrëdhënia midis Hashim Thaçit dhe Sali Berishës nuk ka qenë më e mirë e mundshme, zoti Shehu, siç nuk ka qenë marrëdhënia më e mirë e Albin Kurtit apo përfaqësuesve të tjerë të Partisë Demokratike të partive politike në Kosovë në opozit ndaj Thaçit dhe të tjerëve, gjithmonë për arsye politike, po këto arsye politike duket se në momentet caktuara përveç këtyre individëve kanë prekur edhe vetë historinë e luftës Kosovës. Shiko, së pari nuk duhet ngatruar kontradiktat politike, pozicionimet e ndryshme politike ndaj qëndrimit ndaj të vërtetës. Ndaj qëndrimit ndaj luftës Kosovës, ndaj qëndrimit ndaj luftës së NATO-s në tërësinë e saj, ndaj qëndrimit kundër atij mekanizmi ushtarak serb të Miloševićit që krijoi genocide e krime kundër njerëzimit në Kosovë. Unë do them të gjë që Partia Demokratike, inkluziv Sali Berisha, firmatari i parë, kemi paraqitur prej vitesh dhe kemi mësuar gjatë gjithë kohë për një rezolutë të tillë për të njohur dhe dënuar genocidin serb në Kosovë, për ta dënuar atë qartësisht dhe për të kërkuar qeverisë shqiptare që të bashkëpunojë me qeverinë e Kosovës për ngritjen e problemit pranë gjykatave ndërkombëtare. Pra, është një çështje që Partia Demokratike, Sali Berisha, në gjithë e kemi ngritur prej kohësh, nuk është e re. Ishte kjo majorancë që e la më njanë. Ishte kjo majorancë që nuk ka pranuar ta fusi as rreth të ditës. Sot, fatmirësisht, unë e quaj pozitive faktin që edhe qëndrimi i saj ka ndryshoi dhe kërkuan të dalin me një rezultat të tillë, gjë për cilën ne ishim krejtësisht gati sepse realisht ne kemi paraqitur prej kohësh dhe po shikosh linjat kryesore të deklaratës sotme janë të përputhshme pothuajse krejtësisht me linjat kryesore të rezolutës që ne kemi paraqitur për vitesh dhe kemi mësuar që të miratojnë nga Parlamenti shqiptar, që janë njohja e genocidit, njohja e krimit kundër njerëzimit, dënimi i thellë i tyre, dënimi i dëbimit popullsisë kosovare dhe nga ana tjetër kërkesa e përsëris prap
ndaj shtetit shqiptar dhe qeverisë shqiptare për të bashkëpunuar me qeverinë e Kosovës në paraqitjen e këtyre akuzave pranë gjykatave ndërkombëtare. Pra, më thënë bësh kjo. Do unë mendoj se kjo është një fitore e madhe, është një ditë e shënuar. Unë për vendin time ndjej veten mjaft të emocionuar nga kjo gjë, që në fund arritëm të gjë që Parlamenti shqiptar të miratojë një dokument të tillë me votat e të gjithëve, absolutisht, do të jam shumë i sinqert. Me votat e të gjithë të putetëve të Parlamentit shqiptar në arritëm ta miratojmë sot, dhe kjo është një gjë mjaft pozitive, është një për Parlamentin shqiptar dhe për pozicionimin e Shqipërisë dhe për një të vërtetë e cila më në fund u pranua qartësisht nga të gjithë deputetët e Parlamentit shqiptar. Në qartë. Do të sheu, duhet ta kuptojmë më mirë përmes këtyre deklaratave dhe kundër deklaratave politike të gjithë realitetin, sepse sigurisht në ato që thoni ju të gjithë mbështetemi dhe në një farë mënyrë jemi dakord që ajo është një epokë e lavdishme. Po akuzat e socialistëve se pati deputet Partisë Demokratike që në vitin 2011 në Asamblenë e Këshillit të Evropës kanë votuar pro raportit të Dick Martit, i cili e inkriminonte UÇK-n madje edhe deri në trafikimin e organeve, një akuzë që më pas ra kur përpara se të ngrijej gjykata speciale. Ju si keni parë? Cila është e vërteta? Jo, nuk është kështu. Nëse prandaj po ju pyes, cila është e vërteta e atyre 3 votave shqiptare që ishin pro raportit Dick Martit? Po. E vërteta është ndryshe. E vërteta është për të lejuar misionet ndërkombëtare të hetojnë para të çështje. Sepse Shqipëria nuk ka pse të ketë frikë nga një ngrehinë të pavërtet, nga një gënjeshtër, po votohej raporti, zoti Shehu. Në 2010-ën po votohej raporti Dick Martit. Ishte kërkesa për të lejuar të hetonin në Shqipëri. Dhe kjo ishte. Pra, Shqipëria nuk ka pse të fshihesh, nuk ka pse të mçefi, nuk sepse realisht është e pastër në Shqipëri, nuk ka ekzistuar kurrë një insion i tillë, një godinë e tillë, nuk është realizuar kurrë një krim i tillë. Është krejtësisht një gjë fantastike, fantashkencë mendosh, çka tjetër nga ana teknike, nga ana reale. Pra, deputetët shqiptar që ishin atje, të përfaqësuar në Këshillin e Evropës, votuan që po, ne absolutisht nuk kemi asnjë kundërshtim që tetohet. Dhe ti me çan zorën, asgjë. Drejtime treguan që fakti nuk ekziston. Provat nuk ka. Ajo ngrehin ishte thjesht një stisje e tërë e propagandës serbe për të njëllosur UÇK-n në luftën e saj çlimtare për popullin e Kosovës. Kjo është e vërteta. Nuk ka asgjë tjetër, mos krijojmë kot të gjërat pa qenë. Në qartë. Çfarë prisni nga vendimi i gjykatës pas datës 18 shkurt ku Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi do të kenë mundësi që përmes 20 minutave secili të japin fjalën e fundit të tyre përpara se gjykata për një afat prej 90 ditësh më pas të ketë mundësinë të japë edhe vendimin. Duke marrë parasysh këtu zoti Shehu që edhe pretenca e prokurorisë është goxha e lartë, kanë kërkuar nga 45 vite burg për secilin. A mund të shuhet një pretencë e tillë? Shiko, çdo gjë e paqen, çdo gjë që nuk ka një bazë absolutisht po të ketë drejtësi shuhet. Është një pretencë e turshme. Është një pretencë për cilën është kërkuar vetëm për Mladiçin. Absolutisht. Është një gjë megjithmonë e paimagjinueshme që të vësh në një barazim ata që luftuan për liri, ata që ishin me NATO-n, ata që arritën të jenë kontribues në shkatrimin mekanizmi luftarak të Miloševićit me kriminalët, me ata që bën genocid, me ata që bën krime kundër njerëzimit, me ata të cilët u bën faktor destabilizimi të thellë, jo vetëm për Kosovën, por në të gjithë rajonin. Mos harroni që ndodhi në Bosnjë, mos harroni që ndodhi në Kroaci. Pra, kemi një rrjet të tërë, një zinxhir të tërë krime të shpërndara në gjithë rajonin, që për pak u bën shkak për hedhjen e erë të rajonit. Unë e them, nëse USHK-ja nuk do kishte bërë atë luftë që bëri, nuk do kishte pasur mbështetje nga NATO-ja, ta dini që stabiliteti i rajonit sot do ishte në rrezik të madh. Pra, është krejtësisht e paimagjinueshme, se çdo vendosin, unë shpresoj që në drejtsinë e gjykatës, unë shpresoj që gjykatësit jenë të drejtë, të shikojnë faktet, sepse realisht ajo pretencë nuk bazohet në provat e fakte. Ajo pretencë nuk ka asnjë provë dhe fakt, por sa që ta mbështesi. Pra, mjafton një drejtësi e pastër, një drejtësi që realisht japi pafajësinë e plotë të 4 udhëheqësve të UÇK-s që janë sot padrejtisht në atë bank të akuzuarish. E qartë. Shumë faleminderit për këtë minuta, zoti Shehu. Faleminderit juve, mirupafshim. Faleminderit.